Juventus Atalanta është pa diskutim kryefjala e kësaj jave në kampionatin italian të futbollit. Juventus i vendit 4 sfidon Atalantën. Një përballje ku skuadrat ka një diferencë sa më të vogël dhe nëse Atalanta fiton parakalon nëse Juventus i fiton parakalon Atalanta dhe merr vendin e tretë, nëse fiton Atalanta ruajm distancën e saj me Bardezin. Juventus City Argumentos ka zgjedhur Di Gregor në port, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Kelly, Mesut Thuram dhe Locatelli, Nicolas Gonzalez, McKennie dhe Yildiz mbështesin Kolumani në majën e sulmit. Atalanta ka zgjedhur Carnesecchi në port, Belanova, Scalvini dhe Ruggeri. Shumë interesante mbrojtja e Atalantës, nuk është Gjimshiti, nuk është Skolasinac, por është përzgjedhur Belanova, Scalvini dhe Ruggeri. Sulemana, një tjetër më interesant në formacion, së bashku me Derun priti dhe është kapiteni. Capacosta, Ederson da Silva dhe Pashalic përshtasin sulmuesit. Scamacca, i cili është i kthyer nga dëmtimit, është përgatitur për një sit fort, si kjo me Juventusin, dhe Lookman, i cili është titullari i padiskutueshëm i Atalantës. Duke në sot një emës matematike interesante. Kush do të fitojnë në Juventus Atalanta? Bardezin apo Bergamaskët? Davide Massa, arbitri i kësaj sfide. Do të jetë Adamola Lookman, që shkëmoto nga mes fusha. Ka nisur Juventus Atalanta. Scalvini me një gabon. McKennie, ka shansi McKennie, Weston McKennie, çfarë pritje? Carnesecchi, Marco, Carnesecchi. Weston McKennie për golit. Thuram, topi fort. Shkoni çfarë bë Kolumani, mundohet. Nicolas Gonzalez, dhe në sakt Lookman, rivënjë atakon Juventusit. Andrea Cambiaso, Nicolas Gonzalez, McKennie, top perfect. Nicolas Gonzalez, pasimi, top i ndalur nga Belanova. Capacosta, rësakt Nicolas Gonzalez. Capacosta, top i marrë një tjetër nga i Nicolas Gonzalez, top i në zonë, çfarë mrekulli ka bërë. Carnesecchi, Randal Kolumani. Sa insiston Juventusi të shënoj golin. Shkojnë bajtë e topit. Favorizon Atalantën, por Juventus ka kryer rastet. Ederson da Silva. Ruggeri. Topi tek Sulemana. Lookman, Ederson da Silva. Topi marrë nga Thuram. Yildiz. Kolumani. Topi dalur. Ederun. Sulemana, Federico Gatti, Capacosta. Rrugëtim Atalanta vjen pas barazimit me Venecën, barazim çuditërisht Pevas ose me zërkosimi dhe Di Gregorio, Michele Di Gregorio. Çfarë pritje ka bër? U ditë këndi për Atalantën. Davide Capacosta, një Juventusit arkon lart. Sulemana, tjetër devim, tjetër ku ditë këndi. E shohim sërish. Është një rast i mirë. Sulemana, çfarë ka humbur? Kur të një gol personal dhe ky krosim. Wow! S'kuptua çfarë ishte? Rivënjë takon Juventusit. S'kuptua fare. Yildiz pak i fort, ka lulur rrezikon. Yildiz, Locatelli, do të vullojt Kelly. McKennie, Kolumani, Duri Scalvini, Belanova. Capacosta, Sulemana. Scamacca, Belanova dhe Cambiaso, Belanova. Cambiaso, Thuram, pak i fort e top. Kolumani, McKennie, Kolumani, si për Juventus, si për të dalë për para. Kena Yildiz ka në djatë. Kena Yildiz. O, çfarë bën Yildiz? E çonte McKennie e çonte Kolumani. Gabon fund, një aksion i çuar dëm, po fantastik ishte me atë lëvizje. Kena Yildiz. Kolumani, edhe tjetër topi tek turku. Yildiz, McKennie,
Kolomani ka mundësi, Kolomani dhe topi shfar në fund nga Ruggeri. Karni Seki largu më pas. Lukman, Scalvini, Derun. Topi holandezit e Skamaka. Skamaka të Zapacosta, të shëndro Zapacosta, pasimi Cambiaso. Pozicionar gati, rizikon Juventus. Por agon Nicolas Gonzalez dhe Thuram. Që vë të tek Mekeni e qon tek Locatelli. Shkoni goditje 2-2. Të dy në kuadrat. Mekeni, Kolomani. Karne Seki. Kjo është arsyeja pse është zgjidhet vetëm ai në port. Gati kartoni kuq për Skamakën. E pabesueshme. Atalanta me 10 lojtar. Nuk i jep momentin. Por Atalanta është me 10 lojtar. Skamaka në shkoj me karton të kuq. Atalanta me 10 lojtar. E pabesueshme. Çfarë lojë po bëjnë Bergamasco dhe s'po do shkojnë me 10 lojtar, por futbolli asnjë nuk i diet. Të shumë nëse do të arrin gjendjen të befasojnë Juventus tani. Dhe tani do shumë nëse do të përfitojë Juventus tani. Lukman, Ruggeri tek Pashalic në Kelly. Dhe topi dalet, dhe vjen takon Juventusit. Barcelona e bëri, ditë në mërkur, ndaj Benficës, nuk e fa qëpësi, kush në Merafinje, me 10 lojtar, por të në Itali dhe në Spanjë. Tjetë ndërhyrje. Juventusi, ftoni vjansor, ka Lulu. Është një tjetër vjansore, Kelly. Është çmë përpara, është të shëmë të mundësi, Yildiz. Topit e Kolomani dhe reagon Karne Seki godit e këndi. Dhe këtu Juventusi mund të shënoj, por të shëmbrojtja në Atalantës. Topi Yildiz në zonë, goditja! Kolomani, Randall! Kolomani, ashtu si shtash më parë, Juventusi mund të shënonte. Sigur të ishte Bragji Bishiti kush e di se si do ta neutralizonte këtë situatë, por nuk ja dolën. Do brojtja Atalantës e pësën gol, jam e 10 lojtar. Skamaka rikthimi i tij është pa diskutim i hidhur sepse e lë Atalantën me 10 lojtar dhe i jep avantazhin Juventusit. Me Kolomani në fundin e pjesës parë në saktë limit të shtesës. Bërë shumë mirë masa që nuk e ndalë lojën. Kjo do të shkaktoj disi polemika vijimi i lojës. Se kthehemi sërish në pjesën e dytë Juventus Atalanta. Jemi së shtatë në shkues me Juventus Atalanta, live në Allianz Stadium, kush do triumfojë në këtë sfidë. Është takuar me Keni për Cup Miners. Lëvizja parë takoi Juventusi dhe ku Atalanta nuk ka bërë asnjë zvendësim. Zapacosta. Ederson da Silva. Topi tek Lukman. Locatelli e çon te Cambiaso është i vetë, kërkon pikë referimi, Cambiaso, pasimi, është i mirë të Cup Miners, Kolomani, largon Scalvini për i moment, Ederson da Silva, tek Raul Belanova, dërën Thuram, fantastik Efren Thuram, autori golin ndeshje me Verona. Juventus i ka të kohë takimin e radhës, do të jetë me Fiorentina, ndërkohë Atalanta ka Interin, tjetë sfidë fort për kampionat. Ruggeri, Karne Seki, për pak Yildiz mund të merrte topin. Pashalic tek Lukman, të shumë nigerianin. Lukman, Tomi Dalu gati, ka shumë të vështirë Atalanta të dalë me 10 lojtar në zonë Juventusit. Kubiners, Juventus kërkon të mbyllë ndeshjen. Nicolas Gonzalez, pasimi i gabuar, Belanova largon. Më pas është Thuram topi ndalur. Locatelli, topi fort, largohet më pas, Pashalic, Cup Miners, Kolomani dhe Scalvini, topi ndalur, sërish nga Ruggeri, Yildiz, rikuperon, Yildiz, topi gabuar. Derun, përfundoi dhe bateria, por përse do të zgjaste përfundimin e takimit. Ederson da Silva. Shkoni Atalanta, vetë 2 goditje. Të gjitha këto parë se të mbeteshin me 10 lojtar. Pas zales me karton kushti Skamax. Pashalic, Ederson da Silva. Kelly. Pashalic e Locatelli.
Pashalic, Lukman, është i vetëm dhe kushton Di Gregorio, Atalanta për pak befasoj me tjerë lojtar, Nicolas Gonzalez, e të pro me bajtje topit, Nicolas Gonzalez, Kolmani, shekuj të kojë Diz për Wea, shekuj të Kolmani për Vlahovic, da për Serbin, të koshën Belanova, Hakimi lartëson Lukman dhe Di Gregorio, i mrekullueshëm, Michele Di Gregorio, kote sa në vetë Nicolas Gonzalez, çfarë mundësie Cup Miners, në qenë asnjërin, Sulemana dhe 15 minuta lojë, Atalanta synon të barazoj me 10 lojtar, ishte bukur. Capacosta, dale nga Kosti Sao, sa shumë citohet, Belanova, Cambiaso e merë sërish Belanova për bati Gatti, i mrekullueshëm, Turam, topit e Kosisau, mundësia i vendos si shkoni salirësh, Francisco Kosisau, topit e Vlahovic, Dušan Vlahovic, e reagon shkëlqysh karën e sekit duke bajtur në lojë Bergamaskët. Kelly, topin dalur, po Kelly rifiton topin. Turam, përsërit e Kosisau, pasim të Vlahovic, Dušan Vlahovic, Scalvini, Lukman, Ruggeri, topit e Pashalic. Juventus parkalon Atalantën dhe është në vitin e tretë. Përfundimisht Atalanta ka humbur buslën. Në çfarë topash të gjatë, sa shumë pasime të shpejta. Suleiman, Kosisau, Belanova. Vitet e fundit Atalanta ka dhe një shpresë, por atë shpresë e venit Cambiaso, topi tek Cup Miners. Topi ndalur Sulemana. Topi ndalur Wea. Shkoni minutat e fundit. Belanova. Topi lart. Ederson da Silva, Capacosta, Cambiaso ka një fallë. Kjo i duaj Atalantës. Kartoni i për Capacosta, nervozizmi i bën të vetë. Cambiaso. Dhe përmendon tu Juventus triumfon 1-0 Atalantës. Nëse nuk do të ishte shtesa, atëherë Kolomani nuk do të kishte shënuar dhe Juventus triumfon për Atalantës që bëri maksimum në saj me 10 lojtar, por nuk ka arti do të shënonte. Golin e barasimit Juventus tani parkalon Atalantën dhe është në ndjekje të Napoli dhe Inter. Juventus rikthehet për titullin kampion dhe kjo do të jetë më interesante në javët në vijim. Juventus i ka Fiorentinën, Atalanta ka Inter, një ditë ndeshje shumë e zjarrt na pret. Vetëm në Drink Sport e Definition. Mishi i ardhur në përfundim të sidhjes, presidenti i Fiorentinës shumë emocionte. Juventus Atalanta bashkë me tunë.